Abononi në kanalin ton duke bërë subscribe dhe shtypni zilen për video tona të reja. 28 vjeçaria diagnostikohet me kancer dhe tregon 3 shenjat e para që ajo i anashkalonte. Një vajzë 28 vjeçare është diagnostikuar me kancer të stadit 4, pasi ajo i anashkalonte shenjat që i ndodhin në trupin e saj. Ajo ka bërë historinë e saj publike pasi duhet të shpëtojnë sa më shumë njerëz. Vajza e re kishte probleme me trupin dhe çdo ditë ajo i anashkalonte shenjat. Ajo ishte e këputur gjatë gjithë kohës, natën kur flinte djersitej si dhe kishte kruarje te këmbët. 3 shenjat e para të saj ishin kruarje e vazhdueshme. 28 vjeçaria përjetoi kruarje veçanërisht në këmbë, të cilat shpesh çonin në lëkurë të çarë dhe net pa gjumë. Pavarësisht konsultimit me mjekët, simptomat fillimisht i atribuan stresit dhe alergjive dhe trajtimet me kremra e ndryshime të stilit të jetesës rezultuan të jenë të paefektshme. Shenja e dytë, djersitja gjatë natës. Episodet e rregullta të djersitjes gjatë natës prishin gjumin e saj, një simptom që ajo fillimisht nuk e lidhi me ndonjë gjendje të rëndë. 3. Lodhja kronike. Duke u ndjerë vazhdimisht e raskapitur, Georgia e atriboi lodhjen e saj një stili jetese të zënë, duke mos e kuptuar se ishte një shenjë diçkaje më të rëndë. Pas këtyre shenjave asaj u shfaq një gungë në qafë dhe aty ajo shkoi për vizitë tek mjeku për të bërë kontroll. Pas ndërhyrjeve dhe kimios, 28 vjeçaria është në gjendje më të mirë shëndetësore dhe është duke treguar historinë e saj për të ndihmuar të tjerët. Prandaj zbulimi i hershëm mund të ndikojë ndjeshëm në rezultatet e trajtimit, duke bërë të rëndësishme që të mos anashkalohen çështjet në dukje të vogla shëndetësore. Për më shumë, klikoni në video tona të reja.